Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Unë quhem Ardian dhe jam 22 vjeç, që kur kam qenë i vogël kam dëgjuar vazhdimisht të njëjtën fjali nga njerëzit përreth meje. Sa të bukur që e ke mamin. Në fillim kur isha fëmijë nuk e kuptoja shumë çfarë donin të thoshnin me këtë fjali. Për mua, ajo ishte thjesht mami im, personi që më zgjonte çdo mëngjes për në shkollë, që më përgatiste mëngjesin dhe që më priste gjithmonë në shtëpi kur kthehesha. Ajo ishte gjithmonë aty për mua. Ndërsa u rrita, fillova të kuptoj më mirë pse njerëzit e përsërisnin kaq shpesh atë fjali. Mamaja ime është 42 vjeçe dhe gjithmonë ka pasur një elegancë shumë të veçantë. Nuk është vetëm pamja fizike, është mënyra si vishet, si sillet dhe si flet me njerëzit. Ajo ka një mënyrë shumë të qetë dhe të respektueshme komunikimi që i bën njerëzit ta pëlqejnë menjëherë. Që kur kam qenë i vogël, e mbaj mend gjithmonë të rregullt. Edhe kur dilte thjesht për të bërë pazar apo për të shkuar në punë, ajo gjithmonë dukej elegante. Shpesh njerëzit në lagje e përshëndesnin me shumë respekt. Përshëndetje zonjë, si jeni sot? Gjithmonë dukeni shumë mirë, i thoshin. Kur isha më i vogël këto gjëra nuk më bënin përshtypje, por kur hyra në adoleshencë fillova të vërem më shumë, sidomos kur dilnim bashkë në qytet. Shpesh ndodhte që njerëzit ta shikonin për një moment më gjatë se zakonisht. Në fillim kjo më bënte në siklet. Mbaj mend një situatë kur isha 16 vjeç. Kisha dalë me disa shokë dhe rastësisht kaluam pranë një kafeneje ku ishte ulur mamaja ime me shoqen e saj. Shokët e mi e pan dhe njëri prej tyre më tha me humor: "A është ajo mamaja jote? Seriozisht? Duket shumë e re." Ata po bënin shaka, por unë nuk dija si të reagoja. Në atë moshë ndihesha në siklet kur njerëzit flisnin kaq shumë për mamin tim. Me kalimin e viteve fillova të shoh ndryshe gjithë këtë situatë. Mamaja ime nuk është vetëm një gruaj që njerëzit e vënë re për pamjen. Ajo është një person shumë i mirë dhe shumë i përkushtuar ndaj familjes. Ka punuar për shumë vite në një zyrë dhe gjithmonë është kujdesur që në shtëpi të mos na mungoj asgjë. Edhe kur kthej e lodhur nga puna, gjithmonë gjente energji të më pyeste si më kishte shkuar dita, si po shkoja me shkollën dhe nëse kisha nevojë për ndonjë ndihmë. Një nga gjërat që më ka bërë gjithmonë përshtypje te ajo është mënyra si sillet me njerëzit. Ajo është gjithmonë e sjellshme edhe me njerëz që nuk i njeh mirë. Përpiqet të jetë respektuese dhe e qetë. Ndoshta kjo është arsyeja pse njerëzit e pëlqejnë aq shumë. Një ditë po pinim kafe bashkë në një lokal pranë qendrës së qytetit. Po bisedonim për gjëra të zakonshme kur kamarieri erdhi për të na sjellë porosin. Ai i tha mamit me shumë respekt: "Zonjë, duhet ta them që keni një stil shumë elegant." Mamaja ime buzëqeshi dhe e falenderoi thjesht. Pasi ai u largua, unë qesha dhe i thash: "Mami duket sikur gjithmonë merr komplimente." Ajo qeshi lehtë dhe më tha diçka që më mbeti në mendje. Bukuria nuk është vetëm pamja. Njerëzit e vënë re kur sillesh mirë dhe kur i trajton të tjerët me respekt. Në atë moment e kuptova se ajo kishte shumë të drejtë. Njerëzit nuk e lavdërojnë vetëm për pamjen. Ata e vlerësojnë edhe për mënyrën si është ajo si person. Edhe shokët e mi e kanë vënë re këtë gjë. "Ardi, mamaja jote është shumë e mirë me njerëzit, nuk është çudi që të gjithë e vlerësojnë", më thonë ata. Dhe kanë të drejtë. Përtej të gjitha komplimenteve që njerëzit i bëjnë, për mua ajo do të jetë gjithmonë mami im. Personi që më ka rritur, më ka mësuar shumë gjëra për jetën dhe që gjithmonë më ka mbështetur në çdo moment. Personi që unë e dua më së shumti. Dhe sa herë dëgjoj këto komplimenta nga njerëzit buzëqesh. E di që ata nuk po flasin vetëm për pamjen, po flasin për mënyrën si ajo është si njeri, dhe për mua kjo është gjëja më e rëndësishme.